ka disa evidenca të cilat kanë parë që nëse fëmia i vogël smuret, ka ndryshime në nivelin e pështymës së tij, pra ndryshojnë disa përbërës në nivelin e pështymës së bebit, të cilët bebi duke pirë gjithë tek nëna, bëjnë që dhe qumshti kur vi vakti tjetër për ta ushqyer, pra kur e vë në gjih herën tjetër, të ke ndryshuar tani më në antitrupa dhe këto antitrupa të jenë përshtatur pikërisht infeksionit që kalon bebi, për ta ndihmuar sistemin imun të bebit në këtë luftë kundrejt këtij infeksioni viral apo bakterial apo sëmundje që ai po kalon. Edhe kur nëna nuk ushqehet mirë, qumshti i gjirit arrin që të ketë në pjesën ndërmuese të rasteve të gjitha proteinat, yndyrnat, sheqernat që janë sheqerna shumë të mira në thonjza sepse ushqejnë direkt pjesën e mikrobiomës me materialet më të mira nutricionale të mundshme.